Shoqata humanitare Phoenix ka vënë burthemelin e shtëpisë së 7 për këtë vit. Kësaj radhe familja që do t'i gëzohet shtëpisë së re është familja 6 anëtarëshe e Naim Aslanit nga fshati Rancë i komunës së Shtimes. Kjo familje jeton në kushte të mjerueshme dhe shtëpia në të cilën aktualisht banojnë më shumë ngjanje kasolleje se një shtëpi e banimi. Krye familjari Naim Aslani thot se me fillimin e ndërtimit të shtëpisë nga shoqata Phoenix dhe donatorët, i është hequr barra që fëmijët e tij t'i bëjnë me shtëpi më të sigurt. Kushte me marrë nuk u mujt. Faleminderit motrën pej Kanade, donatorën që po më ndihmojnë, gjithashtu edhe organizatën Phoenix, shoqata Phoenix. Faleminderit për juën. Vëllai kënaqur jam shumë jam i kënaqur se mas pore s'kam mujtë me marrë vetë kur, para pik, edhe fëmijën ty sigurisht që kjo kon domethënë probleme e madhemi. Mendje sociale, zgjalljes e marrni sociale, çështë ka pak. Punojmë ka pak po jo nuk ka punë. Kreu i shoqatës Phoenix Milajm Jashari tha se së bashku me forumin e gruas nga Kanada kanë arritur të bëjnë me kol mbi kokë këtë familje. Këtu jemi shtëpinë 7 për këtë vit. Donatorët janë nga Kanada, është në Gjeracaj, aja me shoqet e veta, i kanë grumullu 12 mjera dhe i ka detinu për këtë familje. Kjo familje shemë ka me konë me të gjithat mirat, se ata kanë shprej dëshirë edhe me mobilu me të gjithat, dhe besoj që kjo familje do të jetë më e kënaqur se shumë familjet e tjera, se në shoqata Phoenix nuk bën me mobilim, mirë po aja ka marrë për qëndrim shemë si ta bëjnë këtë familje edhe me mobilim me këtë. Ky është Naimi, i cili shemë më dhe të shemë e ka merituar se është në gjendje shumë të vështirë të jetuar. Vlera e kësaj shtëpie është 16.000 euro, ndërsa deri më tani janë grumbulluar 12.000 euro. Shoqata Phoenix është optimiste që donatorët do vazhdojnë të kontribuojnë në ndërtimin e kësaj shtëpie. Phoenix bën me dije se shtëpinë e radhës do ta fillojë në fshatin Pleshin.